5 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve lokale, qeveria në detyrë ka marrë vendim të ndajë me miliona euro për student, për familje në nevojë e për konsumator të cenueshëm. 20 milion euro janë për bursën e mobilitetit për studentët, që bazohet në distancën që ata e kanë nga vendbanimi deri te fakultetet, si dhe 6 milion euro tjera për ndarjen e 100 eurove secilit student që e nisi vitin e ri akademik. Tek i arsyetoi vendimet, ministri në detyrë i financave Hekuran Murati tha se njëri është premtim i bërë gjatë fushatës së zgjedhjeve të përgjithshme e tjetri vazhdimësi e përkrahjes për studentët. Po të kishte fillu viti akademik më herët, do të ishte bërë më herët. Po të kishte fillu viti akademik në janar të vitit të ardhshëm, do të ishte bërë në janar të vitit të ardhshëm. Pra kjo është ndërlidhur me vitin akademik. Qeveria në detyrë ka ndarë 1 milion euro për sigurimin e pakove ushqimore për familje në nevojë, si dhe ka vendosur t'ua subvencionoj faturat e rrymës familjeve, në të cilat të ardhurat mesatare për antar janë më të ulta se 150 euro në muaj. E këto vendime u kritikuan nga përfaqësues të partive deri tash në opozitë dhe nga ata të shoqërisë civile. Kryetari i PDK-s Mimli Krasniqi ndërlidhi vendimet me atë që e quajti panik i kurtit nga humbja e madhe që e pret të dielën. Kjo nuk është mbështetje e sinqertë për studentët, por përpjekje e hapur për blerje vote. Megjithatë, ky është një tjetër gjykim i gabuar për studentët kosovar, sepse ata as nuk blihen e as nuk shiten. E deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami tha se milionat e ndara për studentët janë kosto e blerjes së votës nga vetvendosja. Prokuroria zhvonuar t'i nxjerrë nga zyra këta uzurpatorë që blejnë vota me taksa të qytetarëve. Kjo është skeme e korrupsionit publik. Qytetarët do t'i ndëshkojnë keqpërdoruesit me 12 tetor. Hulumtuesi i KDI-s Eugen Cakolli theksoi se vendimet e së martës bien ndesh me kufizimet që ligji për qeverinë i parasheh për qeverinë në detyrë. Për te aspektit ligjor, miratimi i këtyre masave, vetëm pak ditë para zgjedhjeve lokale, përbën shembull të qartë të përdorimit të resurseve publike për qëllime elektorale. Një veprim i tillë cënon garën e barabartë zgjedhore, duke krijuar avantazh të padrejtë për kandidatët e subjektit politik që udhëheq qeverinë dhe ndikon në sjelljen e votuesve, sidomos tek grupet e ndjeshme si studentët. Në mbledhjen e së martës, qeveria në detyrë ndau edhe 2.5 milion euro për subvencionimin e teksteve dhe materialeve mësimore, teksa shprehsoi edhe disa prona.